Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje te tarot. Personi i zemrës tuaj do të ketë një takim me ju së shpejti, pra do të takoheni së shpejti, jeni në një largësi, keni dhe një lidhje të komplikuar. Do të takoni së shpejti me këtë lidhjen tuaj. Jeni pak si e lidhur me litar me të fashë të syç. Por thot, tani jeni në një meditimë, jeni në një vetmi për të reflektuar për gjëra që kanë ndodhur në jetë. Keni pasur në këtë lidhje gjëra jo të mira. Ka qenë një lidhje me influencë më shumë nga njerëz të jashtëm që ua kanë prishur ekuilibrin në këtë histori dashurie. Por një lajm i papritur, i befatishëm vjen në jetën tuaj. Ju jeni një person shumë i drejtë që këtë histori dashurie e doni poshtë ta mbani. Një lajm vjen nga princi juaj, sepse princi juaj ju shikon si një mbretëresh të shkofive, një femër që fal dashuri, pa interes, pa kompromis, pa asnjë lloj interesi, pra ju do me shpirt, me zemër. Është një person shumë familjar dhe do që familjen ta mbajë të fortë, Hypën si kali dhe kalëron drejt jush për t'ju sjellë lajme të mira. Është i vetmuar dhe juve ju shikon si një dritë që shkëlqeni, ndriçoni rrugën e tij. Ju shikon si kjo perandore në karrocën e saj, që është shumë e vendosur në këtë histori dashurie. Ky është një person si një mbret i shkofinjve, që është shumë i dashuruar me ju, dhe shumë shpejt u ashpre këtë dashuri dhe bën diçka që është e mundur për ta mbajtur fortë të lidhje, këtë histori dashurie. Ka një ego brenda vetes së tij që gjërat si çojë deri në fund. Dhe tek ty shikon ekuilibrin. Është një person që është i vendosur, ka forcën e komandën dhe ti për të je ylli polar që i shkëlqen perspektivën e të ardhmes së tij në jetën e tij. Pra kjo ishte energjia e tarotëve për sa i përket dy të dashuruarve. Me kë rezonon kjo? Me gaforen, me dashin, me peshqit, me akrepin, me brisjapin dhe me luanin. Kurse nga gërma e parë e emrit apo emri tuaj mund të jetë gërma G, gërma S, gërma E, gërma Sh, V, Q, I, N, B, E dhe I. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.